Policia e Lezhës ka dalë me një reagim zyrtar pas ngjarjes së rëndë të dhunës ndaj shkreut të Partisë Demokratike në njësinë administrative Dajç Sokol Toma, i cili mbeti i plagosur rënd pas një sulmi të ndodhur mbrëmjen e 9 majit. Në njoftimin zyrtar, Blut bën me dije se ngjarja ka ndodhur rreth orës 22 në autostradën Mamuras-Laç, pranë kryqëzimit të Sanxhakut, ku persona e të pa identifikuar i ka zënë prit automjetit të tij dhe e kanë goditur me sende të forta. Sipas policisë, më njëherë pas marrjes së njoftimit, në ngjarje kanë shkuar shërbimet e rendit dhe grupit hetimor, i cili ka nisur verifikimet për zbardhjen e rrethanave të sulmit. Autoritetet konfirmojnë se janë sekuestruar pamje filmike nga kamerat e sigurisë në një territor të gjerë përgjatë aksit rrugor, ndërsa po kryen veprime të tjera hetimore për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Nga sulmi, 53 vjeçari ka pasur dëmtime të rënda në trup, përfshirë fraktura në këmbë dhe plagë në vesh. Ai është transportuar në urgjencën e Spitalit të Traumës në Tiranë, ku ndodhet në monitorim intensiv. Sipas mjekëve, Toma është në gjendje të stabilizuar dhe është i vetëdijshëm, megjithase vjen të marrë trajtim për dëmtime të shumta të shkaktuara gjatë sulmit. Ngjarja ka ndodhur teksa ai po kthej nga Tirana drejt Lezhës, ndërsa sipas dëshmisë së tij, sulmi është kryer nga 2 persona që e kanë ndaluar në rrugë. Për momentin, motivet e ngjarjes mbeten të paqarta, megjithase hetuesit po verifikojnë edhe pistën e mundshme të një konflikti të lidhur me aktivitetin e tij si ndërtues. Hetimet vijojnë në drejtimin e prokurorisë.